këtë rikthimin në figurat e veta zonjës Osmani? Po bashkë këto dy figura që te i ceke nuk është që kanë qenë brumi LTK-s, edhe në të kaluarën. Nëse dikush ka qenë diku LTK ka dalë dhe ka shku rrugtim të zonjës Osmani, Albina Reshita fillimisht nuk ka qenë asnjëherë në LTK dhe do të vetëm ka bë kalimin nga subjekti në subjekt dhe tani ka përfunduar në LTK. Ka shëtit ketë ka pak. Po në rregull, është drejta asaj veç duhet të thonë që nuk ka qenë brumë identiteti i LTK-s, bile unë mendoj, është surprizë rezultati i saj kaq lart. Zdo duhet të ishte në fakt në qoftë se bazohemi tek struktura dhe mbështetja e strukturës. Nëse nuk ka bëj, mund të vizim Zonja Jeta Statovci është e 20-ta me. Jeta Statovci duhet të them që ajo deri 15-ta është zonja Reshitaj. Po e 20-ta. Jo, Statovci është e 20-ta e 15-ta e Reshitaj. Po, domethënë them është një arritje e lartë sepse Jeta Statovci deri në momentin dhe thoshte që ka shumë e ngushtë. Unë do doja, personalisht, që vërtet Adelina tha që të ishte, do thotë, në qoftë se do zgjidhja, unë personalisht, në bazë të votave do doja që zonja tha që Adelina tha që të zgjidhte elektoratin. Po numëron votat. Jo, ke mujtë edhe personalisht në e zgjidh. Urna? Ke mujtë edhe personalisht unë ndryshe nga ti, gjithë unë gogja shumë me ruja, mendoj që vota është e shejt, edhe është e mshept, do më thonë këto janë shumë të rëndësishme. Dhe do të thonë që Jeta Statovci, mbarë si e shofin, mbarë si e konceptojnë. Jeta Statovci nuk është darë, do më thonë që të ketë ka shumë vota, se deri momentin të fundit të kanë shumë e lidhur me lëvizjen e vendosje, edhe shumë ka qenë e lidhur me lëvizjen e vendosje, edhe me Albin Kurti në fakt, dhe ka thurur gogja shumë e lozhi, edhe ta shumë shpejt e doli. Jeta Statovci, Albina Reshitaj, dhe ky Haxhia Vdyris. Ja, Haxhia ka morë, meritore ka morë. Urdhon? Jo, Haxhia Vdyris doli pak më herët paktën. Ishte më i sinqert. Ajo çka është ndryshe që po e shoh domethënë Doar Sakica ne kemi thënë është e parëndësishme këtu dikush ka thënë në studio për shkak të se është e treta Doar Sakica. Në fakt votat se kemi menduar që zonja Hikmeti Bajrami votat e kanë nxjerrë mirë. Jo. Megjithatë ka qenë njeriu i përgjegjshëm me kryetarin. Selam, kemi menduar që zonja Hikmeti duhet të dilte mbase e dyta e treta në bazë të ku ka qenë radhitja ajo, e din. Jo, pikërisht kjo, sepse radhitja mund t'i bënte favor. Edhe nuk ka qenë safin e por, as një fjalim s'ka marrë pjesë as sepse ajo ka qenë vetëm një gjë, ta shpjegoj. Asnjë intervistë. Ajo ka votat e veta ashtu si ka votat e nacionit. Selam, ta shpjegoj, është vërtet çka dalin 12. Votat e ka të veta, që 12 ka dalë. Ashtu që kanë 11 që të parë. Ka qenë 12, ka dalë 4 në tash. Shtu që kanë 11 që të parë janë këtë diskutabile. Kur i hyt në hak një personi partia, ka ajo i konvertohet në votë nga elektorati. Këtu dua ta shpjegoj Ka bo opozit mirëfill zonja Hikmeti Bajrami. Ne, opozitë mirëfill. 2, e përgatitur shumë, qëndrimet e palëkundura. 3, a ndihmoi debati i nën kryetarëve zonjës Skica që ta ketë këtë renditje ort? Unë mendoj që paraqitja publike që ka pasur me Glau Kunjufsën i ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Kjo ka qenë ajo e vetmja që ka qenë afër me kryetarin në vitet e fundit burr. Jo, dalë. Ka folë emër të partisë në stop. Po në emër të partisë po folin krejt, çka po preti? Janë dy elemente besoj që janë të rëndësishme tek LDK-ja. E para në bazë kësaj renditjes së pako deri tash, po në kupton që elektorati ka menduar dhe ka vendosur ndryshe në renditje për sa i përket strukturës së LDK-s, edhe po ashtu po dëshmohet që së pako në dy prej figurave jashtëzakonisht të rëndësishme që kanë performuar mirë në kampin opozitar, siç është zonja Hikmeti Bajrami dhe zonja Imeri, domethënë që ato ofër dikun. Edhe Zoti Hoti. Edhe Zoti Hoti, por edhe prej të rive Zoti Sadiku, Ermal Sadiku mdoket ishte edhe ai thonë ato dikun afër. Janina dhe Mali janë prurit më të mira që ka mujtë me pas LDK. Kjo po dëshmohet që elektorati i LDK-s e ka shpërbly angazhimin edhe opozitar të tyre dhe e ka vlerësu. Për shembull, siç e përmenëm zoti Grutan të PDK-ja në aspektin e legjislacionit, në 2-3 elemente në fushën ekonomike, edhe zoti Hoti edhe zonja Bajrami po ashtu kanë qenë, domethënë, jashtëzakonisht të zëshëm në kundër argumentimin ose në paraqitjen e çësive të tyre. Prandaj kjo po vrehet që prej elektoratit të LDK-s është vota pa mund këtu ka marrë Albina Reshita edhe çaja statusi që po thotë ta tjerë që konkret vota pa mund. Këtë merituar. Pritshme dhe të merituar. Po, pritshme të merituar. Këtë renditje me votash. Me bën një krahasim për shembull.
Edhe veç edhe një të keshtë, kemi rikthim besoj të zotit Gashi, Arben Gashi, që në mandatin e fundit nuk ka qenë edhe është... Arben Gashi është i 16 i renditur, deri më tani. Deri më tani, dhe më thonë me këtë trend mund eventualisht të futet në kuvend. Po, është interesant me bu një krasim, për shembull mes Lutfi Azirit, Ermal Sadikut dhe Duar Sakicës. Dhe me thonë, nëse do duhet ishte në 2-3 partë, Lutfi Aziri ka vendin aty. Po, shembull, po ta kushtim